Jemi rikthyer me ditarin e fundjavës, do të vazhdojmë të flasim për politikën me kolegun Benandoni që na është bashkuar në studio. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se vjen. Nuk e di atë të rojë vëmendjen kryeministri Rama që pas një periudhe qetësie, duket sikur së fundmi, i është rikthyer një agjende mjaft të ngjeshur, duket sikur po mundohet të dominojë skaletat mediatike. Gjatë ditës së djeshme ka qenë me drejtuesit e komisioneve parlamentare në grupin e PS-s gati gjatë gjithë pasdites në ekran, duke ndarë dhe mesazhe që në vetvete ishin mjaft të rëndësishme. Por si një pikpamje e përgjithshme fillimisht makro, çfarë po synon të bëjë Edi Rama pikërisht në këto momente kur opozita ka nisur një aksion, një seri opozitat, ndoshta do duhet të thënë, ka nisur një seri protestash. Po filloj me një pyetje. E kujt mund mos i bënte përshtypje dje temat që parashtroi zoti Rama në takimin që bëri me grupin parlamentar dhe me komisionet përfaqësuesit e socialistë të komisioneve të tij parlamentare. E para për mënyrën se si ai shikon shtetin, e dyta për element të cilët fillimisht media, e dyta opozita, e treta institucionet, sepse institucionet megjithëse janë ato që duhet ishin parat, kanë inerci shumë të madhe. Për funksionalizimin e shtetit shqiptar, dje zoti Rama na tregoi realisht se shteti i cili drejtohet prej tij në mandatin e 4 në vitin e parë, pothuajse nuk ekziston. Pothuajse ka dobësi gati minore, fëminore. Pse? Duke filluar nga transmetuesi publik, i cili detyrimi është dështim. Kemi dështuar. Po, ka vite, në momentin kur kryeministri as nuk preferon që të shkojë te ky institucion. Unë mendoj që një problem i madh fillon nga logjika, nga filozofia e drejtimit të këtij vendi. Ne dim shumë mirë që të gjithë personalitetet kryesore të çdo vendi, mesazhet kryesore i japin në televizionin publik. Dhe kjo duhet të ishte taksative edhe për zotin Rama dhe për individë të tjerë. Dhe ja ku jemi sot. Duhet i meritoj tha Rama parat tona. Patjetër, por parat në fakt që jepen janë krejt tjetër nga ato që thotë zoti Rama. Nuk janë të mëdha, shpërdorimet vërtet kanë qenë të frikshme, por nuk mund të mohohet që kanë pasur drejtues deri ke një përfaqësues i tij që tashmë është zëvendësministër që e lanë këtë institucion e lanë me likuiditete dhe me pluse. Por pastaj shumë shqetësuese ishte ajo që tha për politikën e jashtme. Ju e dini politika e jashtme është një nga dështimi i dytë. Ishte dështimi i dytë. Është rrallë të dëgjosh zotin Rama referuar qeverisë së tij që të flas për dështim ose që të përdor fjalën dështim. Dhe e përdori pikërisht për radio televizionin publik dhe për politikën, le të them, për ministrinë e jashtme, mund ta quajmë kështu. Por është krejt e pa imagjinueshme që funksionarja e tij, që nuk ka lidhje fare me diplomacinë, më vjen keq pa e paragjykuar, të marrë gjitha kreditet e një institucioni i cili është 10 vjeçar, sepse Ministria e Jashtme ka funksionuar edhe në kohën e pushtimit fashist, edhe në kohën e komunizmit, që ka qenë një institucion për hir të vërtetës me shumë kredibilitet, me një trup diplomatike që brenda kornizave ideologjike ishte jashtëzakonisht e ngritur, sepse bënte betejë shumë të ashpër duke pas nga mbrapa një vend që ishte gati si Korea e Veriut. Pa atëherë ishte lufta e ftohtë, nuk ishte vetëm Shqipëria, kanë qenë dhe vende të tjera. Prapë një njëjtë institucion ka qenë përpara pushtimit. Është një institucion që për hir të vërtetës ka kryer punë shumë të mirë. Dhe nxjerrimi i kësaj pune, domethënë po mendoj që është një mal akuzash që do rëndojnë shumë edhe mbi njerëzit që janë atje, diplomacinë tonë. Ne kemi disa diplomatë shumë të mirë që janë në për vendet ndryshme, me shumë prestigj, që bëjnë puna të mira, të jashtëzakonshme, mundohen sa... Rafoli për të hapur diplomacinë shqiptare, për të lejuar njerëz personalitetet ndryshme të diasporës që të bëhen pjesë e saj. Po, është, por neve e dim, dhe ju besoj si gazetar politik e dini shumë mirë që është politika e vendit që nuk i lë ata.
punën e parë që mund ta bënte me diasporën ishte puna që diasporën ta merrte për kërkimin shkencor në vendin tonë. Sepse kërkimi shkencor dhe zhvillimi i arsimit,